A e dini se shqiponja me dy koka, simboli ynë kombëtar, është shumë më i vjetër se Bizanti? Po, ky simbol nuk lindi në mesjet, siç mendojnë shumë, por më shumë se 2000 vite më parë, në tokat e Ilirëve. Arkeologët kanë zbuluar objekte të lashta ilire mburoja, unaza, madje edhe gurvaresh ku është gdhendur e njëjta figurë. Shqiponja me dy koka. Për ilirët, kjo nuk ishte thjesht një shpend, ishte shenja e fuqisë, e mbrojtjes dhe e lidhjes midis botës toksore dhe asaj hyjnore. Dy kokat përfaqësonin dy anët e jetës, lindjen dhe perëndimin, trupin dhe shpirtin, luftën dhe paqen. Kur perandorit bizantine dhe më vonë ato evropiane e përdorën këtë simbol, ata nuk e shpikën, ata e trashëguan nga popujt më të lashtë të Ballkanit nga ilirët. Disa objekte me këtë shqiponjë janë gjetur në Shkodër, Dardani dhe Apoloni, shumë kohë përpara lindjes së Bizantit. Kështu që, kur e shikon sot flamurin kuqezi, mos harro. Ajo shqiponjë me dy koka nuk është thjesht simbol i një shteti, por trashëgimi e mirë a vjetëve histori, krenarie dhe gjaku i lirë. Një simbol që i mbjetoi perandorive, por s'u dorëzua kurrë.